Një nëndor, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt për prej kohësh dhe Focus. O Romulus and Remus, vëllezërit e krijimit Romës, lashtë. J.D. Vance and Mark Rubio. Është një dyshje që janë afër presidentit Trump, deri në servilizëm të përdorur prej tij, por me një autoritet në rritje. Në një fjalim që ka pasur J.D. Vance tek Turning Point, masa entuziaste e magës rriste 48-48. Presidenti 47 është Trump, pra kush është i 48. Ka patur një poll nga votuesit e magës dhe J.D. Vance është 51%. Nikki Haley 9%, Tasli ose Borzilok Gabbard 8%, Rubio 5%. Është e vështirë të krijosh një martesë politike, thonë analistët. Dhe J.D. Vance me Rubion mund të ishte një dyshe, një ticket e suksesshme për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Steve Bannon ende ngul këmbë se mund të gjejnë hapësira ligjore për të pasur si president për herë të tretë Donin e madh, Trump. Por kushtetuta nuk e lejon. Dhe do të ishte shumë e vështirë të ndodhte kjo. Por Trump, sa herë që takohet me vizitor në Shtëpinë e Bardhë, president, ju dhuron kapele ku thuhet 20-28. Pra ai e ka ëndrrën që të jetë president për mandat të tretë, por kushtetuta nuk e lejon. Trump i ka gjyqëzuar të gjithë. Jo vetëm që është atipik, arrogant, Trump ka pasur si këshilltar një nga këshilltarët John Crown, i cili ka qenë këshilltari i McCarthyt, por dhe disa familjeve mafioze në New York. Dhe ka përfituar shumë nga strategjitë e tij. Crown thotë që gënje. S'ka problem. Kur dikush të kritikon, sulmoje më egër. Grushtoje që mos të ta përmend me emrin kur. Dhe kjo është taktika, strategjia e Donit. Kanadaja përdori kolonën zanore të presidentit Reagan lidhur me tarifat, pra Reagan ishte kundër tarifave për në kohën e tij, dhe Trump njëherë deklaroi që nuk kam bisedime fare për tarifa, nuk kemi nevojë të marrim të japim me Kanadan. Kryeministri i Kanadas ka kërkuar falje dhe ka thënë që atë advertisement, atë reklamat, publicitet, unë nuk do të bëja kurrë. Pra kërkon të ajo është Donin të rihyjnë bisedime. Në bisedimet me presidentin kinez, media amerikane mban dy kahë. E majta ekstreme, thotë ishte një skifo, Trumpi me servilizma, ndërsa kinezi në staturë të madhe si burr shteti. Por fundit Trump realizoi që për një vit Kina të shes materiale të rralla, të blej sojën e fshatarëve amerikan dhe premtoi që të ndaloj prodhimin e lëndës parë që bëhet për fentanol, drogë sintetike përgjegjëse për vdekjen e 150.000 amerikanëve çdo vit. Fentanili prodhohet në Meksik dhe në Kanada me materialet që vijnë nga Kina. Natyrisht që presidenti kinez ka shumë autoritet, se Donald Trump është inxhinier kimist, flet me maturi, ndërsa Trumpi fluturon nga një subjekt në një subjektin tjetër. Nuk është përqendruar as pak me Ballkanin, natyrisht edhe me Shqipërinë. A do të vi kohë që çështja shqiptare të shkojë te tryeza e Donit të Madh? Nuk e di. Por orvatja e dy senatorëve për të futur si amendament në një ligj financimit Pentagonit, ndër të tjera duke thënë që jemi kundër shkëmbimit të trojeve midis Serbisë dhe Kosovës, është diçka pozitive.
por nuk është asgjë në krahasim me platformën e Xhezi Helmsit madh, i cili i kërkonte haptas në vitet e 10 presidentit të rregër, nuk ka zgjidhje në Ballkan, në qoftë se nuk do të bashkojë Kosova me Shqipërinë, por me një Shqipëri jo komuniste. Interesat amerikane në Ballkan shkojnë te interesave të presidentit Trump. Qendrat e pushtetit në Washington nuk do të donin kurrë që në ujërat e ngrohta të Adriatikut të hynte ariu rus, ariu polar. Ndaj, kjo na jep shpresë, por kjo nuk ndalon askënd që të kërkonte bashkimin kombëtar. Edwin Rama, edhe pse ka kohë gjatë në pushtet, 12 vjet, fatkeqësisht nuk ka bërë asnjë veprim pro-shqiptar në këtë aspekt, dhe shpesh veprimet me dashje, pa dashje, nga paaftësia, nga mungesa e logjikës të dikujt që ka studiuar të paktën një vit matematik në shkollë, shfaqjet e kanë të shqiptarë. Thash dje që ka një paraleli me kryeministrin e majt Fanoli, i cili, siç thonë të dërguarit amerikanë të kohës, ngeli nëpër botë, nuk bën detyrën e tij. Rama kërcen në Angli, në Arabi Saudite, në Francë. Ju jep mendje për paqen botërore. Nuk ka asnjë përvojë. Nuk ka asnjë uri. Dhe flet për një realitet surreal shqiptar, me djelza, dhe 83 kopilet e saj, kur të gjithë e dinë që këtu në Shqipëri, në Tiranë, nuk ka 24 orë ujë. Janë të frikshme kullat që po ndërtohen. Të shëmtuara. Tregojnë qartë si një korrupsion. Por mësoj këtu që projektet e afruara për kulla gjigante nga Rama nuk po pranohen nga oligarkët, nuk ka më treg. Askush nuk ble çmimet skandaloze për një vend të pazhvilluar. Ajo që më bën përshtypje këtu në Tiranë është pluri i madh, ndotja e madhe. Dhe mos harroni se të gjithë jetojnë në këtë ndotje, dhe ata që vjedhin miliona, dhe ata që fitojnë me djersë, dhe ata që janë pension. Pse ka vdekur shpirti i protestës? Kalova rastësisht sot përpara ambasadës italiane, protestoi nga Gjorgjia Pjeprit, kryeministres italiane të djallë që ka rënë dashuri me kryeministrin e majtë shqiptar, me të drejtë për kampet e refugjatëve të ngritura në Shëngjin, mos gaboj, që janë si hedhje plerash, e pa kuptim, ofenduese, denigruese, sikur jemi një koloni. Por protestat duhet të jenë masive. Mbas marrjes së pandehur të numrit 2 të qeverisë, që cila duhet të ishte arrestuar me protokollin që është kryer me të tjerët, qeveria duhet të jepte dorëheqje. Rama ende nuk e kupton që është në rënje gravitacionale. A do të mundet për 6 muaj ta ngërthej mediokrin Kushner, duke i dhënë edhe Porto Palermon, çdo gjë. Do të jepte Surreni, do të jepte çdo gjë. Ish kryeministër, zëvendës kryeministër, për të blerë një ftesë në shtëpinë e bardhë, ftesë të munguar, ftesë të blerë. Nuk besoj, dhe këtë e di me siguri, që Kushneri do të guxonte të bënte një kërkesë të tillë te Doni. Do ta psonte si vllau i Ramës, Vučić, të cilin e mashtruan me para të mëdha, e thirrën deri në Mar-a-Lago dhe e dëbuan si qenë Ballkanin. Ku i gjen guximin i smuri i Europës Juglindore që të shkojnë për forume dhe të ketë një falënderim ndaj tij prej
djalë vajzës së Soros, Alexa Soros, një nga figurat më të përshtyra në politikën amerikane, anti-amerikan, anti-tradicionalist, anti-vlerë, dhe në grep në grackën e FBI-t me 6 gjyqe potenciale ndaj tij, ndaj familjes Soros. FBI ka përfaqësuesit e saj në çdo ambasadë, edhe në Tiranë. Natyrisht që objekti kryesor i diplomacisë amerikane, përfaqësuar nga Rubio, është të çojë përpara tezat e Donit dhe e shikon çdo gjë në lidhje, le të marrim me Shqipërinë, me interesat amerikane dhe sa ndikojnë kundër tyre qeveritë si kjo e Ramës. Rubio, duke përcjell urdhat e Trump, është kundër narkotrafiqeve dhe narkoshtetet. Më duhet ta theksoj edhe një herë, se media këtu e shitur, fatkeqësisht shumica, nuk e kanë dhënë hapësirë. Ajo që Washington Examiner shkruhet që Rama, si Noriega apo Erdogan, tregon që këta janë këmbana lartë dhe Rama e kupton. Ti mund të shkosh në Arabi Saudite, ti mund të shkosh në Paris me Macronin që s'ka 7% votave, mund të shkosh në Angli. Zotri, në qoftë se ke humbur lidhjet me Amerikën, aleatin ton strategjik, partnerin më të madh, është e kot të qëndrosh te zyra me Mehmet të cilën e ke ngjellosur me pikturat e tua nga mbrojtja e temës me parrullat për Enverin e dikushme. Nuk ka rëndësi se sa rritet ajo zyrë. Kur votat janë të vjedhura dhe kur nuk e afruar në një sistem ekonomik, kur vazhdon të mbash me arrogancë, kur ke shkatruar një pasuri, siç që Partia Socialiste Moderne e majt, dhe ke kthyer me ushtar servil, dhe ku si intelektual paraqet Balla, Pelesha, e Spiropalëra, ke dështuar. Zotri, një javë kanë të qëndruar si kryeministër Hasan Prishtina, por ka hyrë në histori. Ti mund të rish edhe 6 muaj, mund të rish edhe një vit, por kriza ekonomike do të ulë një gjunjë, sidomos mbas kafshimit që s'pak po bën si mbas udhëzimeve, që vinë mbas vizitët të Tymit, Dumanit, në Washington. Dumani mund t'ik nga kreu SPAK-ut, por prokurori thjesht do të vazhdojë dhe në Shqipëri prokurorët e SPAK-ut kanë aftësi të arrestojnë gjithkënd. Kalova sot tek ish vila e kryeministit Sherell. Në atë vilë ku kam bërë një emision bombë në atë kohë, dhe akoma shkruhet zona sigurisë lartë, sikur është zonë ushtarake. Dhe në krah është godina e komitetit qendror, tupshme, në zyrën e Enver Hoxhës ri Peleshi, në zyrën e Axhilleshit ri Begaj, në zyrën e Mehmet Sheut ri Rama, dhe është ai bazërelevi turpërues, ku partizanët shkelin popullin me këmbë. Dhe kur një zyrtar i inteligjencës shqiptare shkonte në Gjermani dhe ju thoshte kolegëve gjerman që kemi bërë luftë madhe, janë vrarë 11.000 gjerman, homologu gjerman do të thoshte që ne kërkojmë vetëm 57 varre, se aq janë vrarë nga ne.